mbrëma, drejt për drejt, nga Star Plusi në studion e Star Sportit, fillojmë sot atë që ne quajmë rubrika sportive e javës. Emision që ritransmetohet çdo të martë në orën 13. Çdo njeri që lind, dhe nuk ka gëzim më të madh kur lind, njerëzit e familjes gëzohen, gëzohet shoqëria, bëhet dikush, dhe vjen një ditë ai që lind ikën nga kjo botë. Dikush më shpejt, dikush më vonë, por asnjë nuk ri në këtë botë. Ka një kohë. Dhe pikërisht një lajm i idhull na vjen tani nga Amerika e afërme. Them e afërme, sepse na ikin shumë njerëz të mirë. Për shembull, Telata Golli, krijuesi i cirkut shqiptar, i shpushuar zemra para ca ditësh. Ai do thuthoj dhe do varoset në Tiranë. Ndërsa fotografia që do shikojmë tani është e këtij djaloshi kam qejf ta quaj, që mbeti trajneri i dytë më profesionist, jo në Shqipëri, po ndoshta edhe nga dishull. Nuk donte të ishte trajneri i parë, nuk donte të ishte drejtor teknik, nuk donte të bëhej president, por donte të ndihmonte futbollin, këtë lojë të magjishme. Esat Rakiqi, zemra e cilit e tradhoi para ca ditësh në Amerikën e afërme tek vajza. Me këtë mbres për këtë njeri të mirë, i cili do të udhthojë nga Amerika për të ardhur në Shkodrën tonë dhe për të larguar pastaj atje ku janë larguar të gjithë njerëzit e kësaj toke në banesën e fundit. Qoftë i lehtë dheu edhe për këtë njeri të mirë, Esat Rakiqi. Dhe do ta fillojmë në studio, pikërisht ju luta shumë dhe i bëri një përjashtim, sepse është një brez që shumë ka punuar dhe pak flet. Ndërsa sot kemi njerëz që flasin shumë, po punojnë pak. Ky është diferenca ndërmjet brezave, them unë. Selamidani mi mbrëma. Dhe të gjithë i njohin si njeriu më të afërt të Esat Rakiqi. Më trego pak si e more vesh lajmin kur Rakiqi t'i pushoi zemrën në Amerikë. Kam pas privilegjin e madh me qenë një ndër njerëzit më të afërm të Esatit, të njerit Esat. Ne njihemi bashkë prej 60 vitesh, njihemi që fëmijë, mandej futbollin e afroj dhe nuk jemi da deri para një jave që në jetë. Me Esatin e kam shoqëruar gjatë gjithë kësaj periudhe të smundjes së tij. Dhe para 4 javësh, sa të banë 4 javë, ajo nis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës te vajza. Të gjithë u gëzuam se thamë që mjekësia amerikane shumë e përparume mos të bajnë ndaj për Esatin, sepse shenjat u dushin. Pra kishte ranga pesha, i kishte ndërru fytyra, ne që kemi jetuar gjithë kohën me te ne e dishim humorin dhe gjendjen e Esatit. Të ditën e markurë, me merë në telefon në Ramazan Ragami, dhe më thëtë se në mi, Esat Rakiqi thëtë, është shumë keq, është në grahmen e fundit. E kam marrë vesh në vajza në Kanada. Me njëherë morë në telefon Esatin në Amerikë. Ta i numri që e marrë zakonisht, çdo 10 ditë. Sa herë që ka shku në Amerikë, pra çdo vit, unë i kam marrë kry 10 ditë, që kam marrë sa kohë që i ka nej. Nuk më përgjigjet njeri. Marë motrën e ti, thëtë, s'kemi djeni, e dim që është në spital, është në gjendje të ranë. Ule telefonin, në këtë kohë mërë zani dhe hja, thëtë, se nëmi kam bisedu me Arvit Hoxhën, edhe më thëtë, profesor Esati është i shtruar në spital, është drejt fundit. Kjo është pra kontakti i parë me lajmin e zi. Nuk doshim me besu, kishim dëshirë që ta kishim, ta kalon të këtë situatë, por kështu kishte kanë e shkrume. Do rikthehemi përsëri Bendis mi mbrëmë me së erdhe në Star Sport. Ndryshe, kur largimi i njeriu pritet me shumë dhimbje, por edhe me shumë emocion, e keni pasur për Esatin? Jo, nuk kam pasur kënaqësinë ta njoh personalisht. Atëherë ke dëgjuar që këtu në Shkodër, në Shqipërinë tonë, pritet të vdesësh që do të respektojnë. Duhet të jetë rregull
Jo, të themi të vërtetën edhe të drejtën, nuk është se duhet jetë një rregull kjo gjë, por që patëm këtu në Shqipërinë tonë kështu funksionojnë gjërat. Mbasi vdes atëherë të jepen ato vlerat, emërimet, edhe shumë çmime. Mbas vdekjes akordohen edhe bëhen gati. Jo sa janë gjallë. Bendis Mimbrëma misherë dhe në Star Sport, Luan Shpuza Mimbrëma, Luan. Për Esatin. Me fol për këtë ngjarje foli profesori jonë. Sa nisi, nuk foli. Ne do flasim vazhdimisht dhe javën tjetër. Me fol për profesor Esatin duhet shumë kohë, duhet një emision i veçantë. Ne e kena pas trajner, e kena pas njeriu maj me pasion, njeriu me zemër të madhe, personi si nuk do të grada, personi si do të me punu me najtë vetëm fushën e blerë. Esat Rakiqi, me gjithë vllanë e tij se e kam pas trajner Eli Rakishin, kanë simbol i shembull profesionistat vërtet. Ngushëllimi i familjes, kena humbur një njeri shumë me vlera në qytetin e Shkodrës. Mimbrëma se erdhe në Star Sport sot, Luan Shpuza. Dhe jo pa qëllim kisha thirrur, sepse çdo javë ne kemi më dhënë një minutazh akademisë dhe një prej trajnerëve të saj është edhe Altin Gjayusa. Mimbrëma Altin, trajneri i U17-s që vazhdon ashtu si U19 të kryesoj. Do shikojmë mas pak tabelën, por ç'lidhje ka Altini me Esat Rakiqin? Kam drejten, unë e kam shumë vështirë për me folë për profesor Esatin, për vetëm në aspekt se unë sot, si kam këtë emër, Altin Gjayusa, anën sportive e kam prej profesor Esatin. Dhe sinqerisht, e kam shumë të vështirë, flas për të se profesor Selamia din se unë jam rrit në dorë tia, edhe ku ishi në pallat e kam pas, do të mungojnë mirëmëngjesi i tij. Ty nuk do të mungoj, sepse njeriu atë që do e ka dhe pa folur, po pikërisht i brezit, si rasti i Bendisit, që ne merremi shumë me Maradonën, sa ndeshjen në fundit Maradona pati përplasje e tjera. Merremi shumë dhe me emrat, a do luaj Veseli si po luan e tjera dhe nuk merremi me njerëzit të cilët nuk flasin. Është brezi Selamiut, brezi Paulin Dojës, brezi Ragamit, që nuk flet. Kjo është mos e vërtet, kjo si thuti, njeriu duhet vdesin duket, po flasim paktën për Shkodrën, nuk po marrim përgjegjësi, si duhet përmendet emri. Është një gjë si sa përmendim si thati Maradonin, i kena zotnit Maradona, Pele e gjithçka kanë qenë për futbollin shkodran. Si i kanë lënë emër, i kanë lënë figurë, i kanë lënë çdo gjë qytetit tyne dhe sot prejtojnë me përmend emrin e tyne. Pra duhet vdesin për me përmend emrin. Altin Gjayusa, lojtari i Esat Rakiqit, i cili të ka rritur dhe të ka bërë dhe sot je bërë trajner. Mimbrëma Kujtim Shapa, specialist futbolli, dhe vjen një ditë, ai që ka lindur në këtë tokë largohet, si është rasti i zemrës tradhtare për një moment të Esat Rakiqit. Është edhe unë gjithëdhimi, thamë, për profesor Esatin, sepse si tha Altini, profesor Esati, edhe mu ka rritë në futbol, dhe më thonë jemi brezit, ku kena dalë e kampion me të rritë me profesor Esatin, 7-8-7-9, e kam pas shansi, dhe më thonë, atë person, që 7-6, dhe më thonë jam trajnu me te, dhe kur kalohë me ekipin e parë, e kam pas zëvën strënjer, deri sa në prashtu në be futbolit. Ashtë për mu në njerëzit të pa imaginu shumë sot në Shqipëri, i cili ka lujt një kohë gjatë futbol dhe në fund ka lanë kontributin më të madh për futbolin duke zjarë, sepse gjithë brezi i 75-76 e mrapa është kontribut i profesor Esatit dhe duke marrë me radhë Gjele Lukën e Muhamet Dibën, dhe me thonë, në gjithë vllaznia këto në tyne koneve kanë kënë produkt i këtyne njerëzve. Mimbrëma Kujtim Shapa misherë dhe në Star Sport sot. Një emri i respektuar Tahir Kalaci, i cili e mori vesh lajmin për Esat Rakiqin. Unë shprehej ngushëllimet e mia
më të mëdha që janë për njerëzit e familjes ti, për vajzën e djalin, vajzën që ka në Amerikë dhe djalin, për motrat e tia, unë kam bashkëtu pothuajse në një lagje gjatë fëmijës ti të hershme, me Satin, dërgut me Dudës, Linda, shumë të Shkodrës djetër janë afër shumë, e Sati ka banua të me gjithë familjen e ti, një djallë simpatik, një djallë e imt, por shumë energjik, edhe atë energji, natyre edhe që ta shparit në lojën e futbollit. E Sati ka keni sportistë i shuar, i dëdhuar, unë përveç kësaj gjohje kam pas edhe bashkëtimësi në gjohje me te. Para disa vitesh unë kam kënë mësusën gjimnasin 28 të ndori, atëherë ishte 29 në ndori, edhe e Sati erdi si mësus ambulant, për disa orë mësimit. Edhe këna kënë bashkë, edhe si shok aty, unë ishë me moshën time, e Sati më erishëm se unë, edhe këna përru dhe bashkë. Kam kujtime shumë mëdha. Unë kam dalë stërvitje, Selavia din, edhe kujtimi, a i sa më ka mujtë me më pa, unë kam dalë stërvitje në stadiumin e Shkodrës, a i ka kënë që më kajnë kura ju, a kënë dhe ishe këtë javë të që vjenë, dërshëm ditën e ajte, kishin takim me dy porta. Po e sa të kam në ishen flerve, shumë mirë, shka gjavë, forse, njëpi, përgatit, këtë raport të të, ishte që si na, a i më kërën me jep të kurajo, që në vazhdojshë punën së vite, kisha rezultate në punën time. Pra një dësha mirë si shumëve. Ta i kalazim i mbrëma, sepse ne do bëjmë në zbatim edhe një minutazh për një emision të plot, do jeti pakët, por ne do të bëjmë këtu në Star Sport që transmetohet në Star Plus. Luan Kavure ka qenë dhe njëri sakrificës, nuk ka qenë njëri dallaverave. Megjithatë ka një peng, kur vllaznia donte t'ja linte Skënderbeu të Korçës. Dhe formacionet i bënte ai, doktori i ekipit, atë ditë e bëri e Sati. Vllaznia fitoi. Por në sekond u kthye sepse ishte fut një lojtar i cili nuk ishte në federim. Gabim njerëzor u qut. Por ishte njëri trim që e mori përsipër. Luan, pasa do vazhdojmë me Selamin. Nuk ishte dallavera e Satit, për hir të zëvërtetës. Na, nesi na ke thirrë në studio, na jena tonë debitor të profesor Esat Rakishi, e të mi emni Rakishi me gjithë vlajnë. Ata da një shajtë si linin edhe nuk përsëritën, ajtë si ka piku i kafe për e ta punë që i ka ba, për e 30-40 vjetë sport, që ka drejtu. Një kafe si ka përnu kuj me ja pi të bulinë, a i ka njërë si ka djerësit, edhe ka marë qandër, saj përket e saj problemit e Korçë, a i s'ka në lidhje, po e kishin ba, aja ishte telenovele tjera kuj, profesori sa përshikor me edhe punë. Të më dojë të kjo, si tha Luani, të gabimi njërzor. Kjo është gabim krejt e letë, me gabimin si është bojë në Champions League, se e dim shumë mirë, ne eshin si në këthy me Dinamon e Tbilisit. Pra i hup me 1-0 dhe e morë me në tavolin, 3-0 për kundërshtarin, për i këtë gabim si u bërë. Pra është shumë e vak në folë për këtë. Selami, kohë ju e ka qenë kohë e karakterit, kohë e burnis. Burrat me 2 r, sot mund t'i gjejmë burrat edhe me 1 r. Dhe pikërisht ishit një familje e madhe, që vllaznia arriti të marrë dhe titullin kampion në kohën tuaj. Gjë që nuk ndodh sot, sidomos me këtë vllazni, kur tani më tepër është afër fundit se sa afër mesit. Pse Esatin unë e quaj trajnerin më profesionist të dytë, se në shumë ekipe shikoj që trajneri dytë është thjesht shtojc e trajneri të parë. Luma i që ka punuar me Esat Rakishin. E ke bën pyetjen e gjatë. Do mundohem të shkurtoj pak. E ke fillu të si u bën të shu, edhe pse është Esati ndër trajnerët më të suksesshëm. Unë pa i përgjigjim, edhe pjesës partë pyetjes. Ne punën e burrave që i them me rrë parë, burra kuptohet në futboll. Na kena dalë 14 vjeç në pjasë. Pjasë e ke parasysh ti e kupton. Pra, kur kena ardhur në gjimnaz, kena dalë në pjasë, na kena pas futbollin. Pat me një fat që u ban stadiumi Vojokushi aty në lagje tonë, edhe ka qenë një aneks, aty ku tregu ka qenë një aneks. Ajo ka qenë magazina e futbollit Shkodrës. Se loshin fëmijët e disa lagjeve.
Pra fusha, përveç se ishte e madhe, po u lote për zjanit, u lote më sportave, u lote anash. Dhe kjo bani që ne sa të qileshim në për bulevard, e në për lokale, ne loshim futbol. Përsa i të kënë pjesë se ty të pytjes, pse është Esati, ka qenë si regull, si zakon, si gjithmonë i kena se hallet me trajnerin e dytë. Trajneri i parë ka qenë, i parë ka pas përgjegjësinat, ka pas meritat, por gjithmonë trajneri i dytë ka qenë zbus, qetësus. Ishte raste kur kishim edhe fërkime me trajnerin e parë. Del jashtë, mas shafma. Delshim jashtë, trajneri i dytë vinte Gjelal Juga në atë kohë, Rifat Rusi pa, edhe e qetësonte. Edhe ne, pa edhe trajnerin. Dhe Esati këtë role ka kryer shumë mirë. Sepse ka qenë i lidhur për këtë. Esati ka menduar për mirë. Esati nuk ka pretenduar me i zonë vendin. Kjo ka shumë rëndësi për një trajner të parë. Se ne kemi raste të tjera, nuk flas për Shkodër, për në vendet tjera si sa shkon trajneri i dytë kërkon me i fut stërkomçen trajneri të parë, me i zonë vendin. Esati nuk ka qenë i tillë. Atëre, teleshikuesi nderuar, shikoni fotografinë e Esatit, ne do të kemi emision të postazhëm special pikërisht për këtë njeri. Ne këtu po nuk ka qenë i mirë. Esati ka qenë mirësia vetë. Mirësia vetë. Dhe ne do presim me shumë dhimbje, po me shumë krenari për ta përcjell për në banesën e fundit, mbasi të vi nga Amerika e afërme trupin e Pajet, po gjithnjë ai do mbetet dhe ne jemi detyruar ta përmendim ndoshta atje kur duhet, me vend dhe jo pa vend, sepse do të kemë dhe një pyetje pas pak edhe me të ftuarit tanë. Do kemi emision special për Esat Rakishin. Pa unë bërko kalojmë te kategoria superiore sotme, ku mbyllet java, që filloi dje dhe mbyllet sot. Le të shikojmë rezultatet përfundimtare të kësaj jave. Bendis më ndihmo, Vllaznia sot. Atëherë, sot Vllaznia me Laçin që ndarë 1-2 në favor të Laçit, duke vijuar me Teuta luftëtari 2-0 për Teutën, Partizani Flamurtari 4-0 për Partizanin, vijoj me Tirana Skënderbeu 2-1 në favor të Tiranës, Kuksi dhe Korabi 2-0 për Kuksin. Atëherë, përpara se regjia të ma ndrojë për të parë renditjen, Selami, shikojmë, është emblema, një prej kolegëve tuaj është Sababizi, i cili dhe ai ka nevojë se të jetë gjallë për mbështetje, ashtu siç ka nevojë dhe ti dhe Ragami brezi juaj. Unë ne menduam si staf këtu në Star Sport dhe tani për tani unë e kam në çdo tabelë që do të dali. Do të marr një mendim dhe më mbrapa. Ndërkohë, mbas këtyre rezultateve Bendis së bashku me regjin dhe të ndjekim renditjen. Renditja është në vendin e parë Skënderbeu me 18 pikë, duke vijuar me Partizanin në vendin e dytë me 14 pikë, ndërsa në të tretin është Kuksi me 13 pikë, në të katërtin Tirana po me 13 pikë, në të pestin Vllaznia me 7 pikë, në të gjashtin është Luftëtari me 7 pikë, ndërsa në vendin e 7 është Laçi me 6 pikë, në të tetin Korabi me 5 pikë, në të nëntin Flamurtari po me 5 pikë dhe për të përfunduar me Teutën po me 5 pikë në vendin e 10. Ndërkohë, siç dëgjuat edhe nga Bendis, si drejt për drejtë, ky kampionat nuk ka mes. Ka vetëm kreu dhe fund. Imagjinoni, diferenca e Vllaznis me fundin është vetëm 2 pikë. Por cila do të jetë ndeshja e javës së ardhshme, pritshmëria e kësaj kategorie? Atëherë do kemi Korabin me Partizanin për të vijuar Skënderbeu dhe Kuksi, Luftëtari Tirana, Vllaznia Teuta, Laçi dhe Flamurtari. Atëherë kalojmë pa humbur kohë te U17, vazhdojmë gjithë me tabelet shumë flesh. U17, rezultatet e javës së katërt për U17 janë këto. Tirana Olimpik 4-0 për Tiranën, Akademia Port 1-0 për Akademin, Inter Vllaznia 1-3 për Vllaznin, Shkëndia, Tiran, Kuksi 2-0 për Shkëndin, ndërsa Partizani dhe Laçi janë ndarë 2-0 në favor të Partizanit. Si është renditja mbas këtyre rezultateve për U17? Vllaznia në vendin e parë me 12 pikë, Shkëndia Tiran po me 12 pikë në vendin e dytë, Tirana me 8 pikë në vendin e tretë, në të katërtin Partizani me 5 pikë, në të pestin Kuksi me 4 pikë, në të gjashtin është Inter me 3 pikë, në të shtatin Olimpik po me 3 pikë, në të tetin është Porto me 1 pikë, në të nëntin Akademia me 1 pikë dhe në vendin e 10 Laçi me 1 pikë.
Gjithë tabelat është në vëzhgimin e Sababizit. Mi mbrëmë Sababizit, se arrovat të të përshëndesja, si të përshëndes në çdo emision. Java e ardhshme është, nuk është përfundimtare për titull, por ka një super ndeshje, shikojmë java e ardhshme, java e 5. Bendis? Porto Partizani, Olimpik dhe Akademia, Kuksi dhe Tirana, Vllaznia Shkëndia Tiran, Laçi dhe Interi. Ndërkohë shikoni të rejtë vëmendjen takimi Vllaznia jonë përballë Shkëndijës së Tiranës. Është ndeshja finale. Kalojmë te U19. Java e 4 ka sjell këto rezultate. Tirana Brains është ndarë me rezultatin 4-2 në favor të Tiranës, Akademia Porto 4-0 në favor të Akademisë, Inter dhe Vllaznia 0-1 për Vllaznin, Shkëndia Tiran, Kuksi 3-1 në favor të Shkëndijës dhe Partizani Laçi 3-1 në favor të Partizanit. E thonë që pastaj Yti nuk të ka inat. Shikoni, një ndrim bëri Bendisi, një ndrim dhe ja dha fitoren e Vllaznisë, ja dha Internacionalit, se kur thua 1-0 fiton Internacionali, kur se thua 0-1 apo jo Altin, e tjera. Shikojmë klasifikimin e U19-s. Atëherë, kemi në vendin e parë Vllaznia me 7 pikë, duke vijuar me Brains në vendin e dytë me 7 pikë, në të tretin Porto po me 7 pikë, duke vijuar në vendin e katërt me Tiranën me 6 pikë, Shkëndia Tiranë 4 pikë në vendin e 5, në të 6-tin është Partizani me 4 pikë, në të 7-tin Laçi me 3 pikë, në të 8-tin është Kuksi po me 3 pikë, në të 9-tin Inter me 1 pikë dhe në fund e rënditur në vendin e 10 Akademia me 0 pikë. Ndërkohë, pritshmëria për javën e 5, ashtu si U17, po thuaj se është i njëjti kalendar, është. Kemi Porto dhe Vllaznia, Brains dhe Akademia. Më falni, Porto dhe Partizani. Po, mendin e kam te Vllaznia gjithmonë. Është gjë e keqe kur e ke mendjen vetëm te Vllaznia. Natyrisht. Kuksi dhe Tirana, Vllaznia dhe Shkëndia Tiranë, Laçi dhe Interi. Pra, këto ishin për U17 pa humbur kohë Altin. Ç'do të thot U17, U19, ç'do të thot vendi i parë? Ndoshta ky është qëllimi i kampionatit për kampionat? Normalisht është një privilegj të jesh në vend parë, sidomos me këta mosha si janë mosha si pretendojnë për medalën në ekipin e parë. Dhe them drejtën, po flas paktin për te U17 ku jam edhe vetë trajner. Si mjet është një brëm, ka një grup lojtarësh. Unë më tepër vlerësoj dëshirën e madhe për mu servi dhe me punu dhe për me luajtur futboll. Pra, këtë e vlerësoj më tepër se sa cilësi, pse se cilësit fitohen. Pra, kjo është një ndryshim ndoshta pak me vite tjera. Pra, janë djem, mund të them, prej te i parë dhe deri te i fundit që janë djem si kërkojnë maksimum për me punu. Sa e kanë hapësirën profesor Dani, pikërisht një 17 vjeçar, një 19 vjeçar të futet tek ekipi i parë, qofte Vllaznia, qofte Partizani, sepse ka një pengesë shumë të madhe. Një që është i huaj, një që është ngjyrë tjetër, është një kampionat që mundohet të kalojë në fitim dhe harohen këto. Unë do të përmendim pak eksperiencën time. Jam ndër ato trajnera mësues që më shumë se gjysa jetës me ka kalu me ekipe moshash, me klasa sportive. Dhe mendimi jem është ky që ne nuk duhet shikojmë klasifikimin i sati deli i pare e dytë e të rritë. Ranë si ka qaqon të ekipi i parë, ose të është që janë kryu mundësinet me shku me lujtë edhe me ekipe tjera, dhe pse jo dhe jashtë shtetit. Pra, klasifikimi nuk duhet të jenë qëllim vetë vete. Nuk them që me zonë vendin e fundit. Në Shkodër këna pas i fatë shumë të madhë, që kur drejtuesit e fiskulturës nuk na kanë shiqu klasifikim. Nuk kemi qenë në të partë, pra jo gjithmonë, por kemi që lojtarët e ekipi parë. Kemi pas Korçën, Lushjen, dilshin kampiona me të rritë, njën kampiona kur vinte punët e skuadra parë, herë militoshin ma tepër në kategori 2 se sa në kategori të parë. Prandaj, porosis, me drejten e ati që kam shumë vite që jam marrë me këtë punë, që mos njësin të kampionatizmi. Thjesht, mendojnë që përgatisin sa më tepër futbollista për Vllazninë e Shkodrës. Por e shikon që Chelsea nuk e gjen dot as Altini, as Elvin Beqiri, sepse si të Vllaznia, si të Skënderbeu, të Kuksi, të Partizani, të Tirana, ka shumë ata që
vinë e luajnë që nuk din Shqip, janë të huajt. Raporti të huajve në krahasim me kohën tuaj sot është shumë i madh. Dhe këta e gjejnë derën të mbyllur. O duhet kalosh poshtë derës, o duhet sipër derës, ose si rasti Ysaj duhet shkosh te Napoli dhe të kash një buqet sa merr Ysaj nuk merr gjithë kombëtarët e Maqedonisë. Kështu është futbolli sot. Kjo ka anën pozitive, ka dhe anën negative. Dhe na, për shembull, unë kam lënë futbollin 29 vjeç, në kulmin e sportit. Jam detyruar me lënë, sepse nuk kam ba ma me vllazin e Shkodrës, se u kthy gjithë ata sulmuesa, po fare mirë mund të kishe luajtur me Durrësin. Ne s'na lejohet kush ashtu. Edhe jam detyruar me lënë futbollin në moshën 29 vjeçare, në një kohë kur atë kampionat ishte ndër shënuesit më të mirë të kampionatit shqiptar. Se të vllaznisë pas e pa. Kështu është ndërtuar dhe shike, do të pajtohemi me këtë gjendje. Rëndësi ka që ne të përgatisim futbollistët që mos vinë i kongolezi, ose mos vinë nigeriani, kjo është demokracia, kjo është. Por, shpus, më falë që të ndryj pak. Globalizmi. Këtë që thotë Selamidani, mund bëhet me rregull, dikur ka pas një rregull. Skuadra e kategorisë parë, që do të thotë superiori e sotme, se kështu jemi ne, italiani ka kategoritë parë, ne kemi superiore, veçantë, kur s'kemi fare ligë, ne kemi ligën superiore. Ka pas një rregull që ndrimi bëshe, ndrohesh një 17 vjeçar, po me 17 vjeçar. Duhet të kufizohen të huajt? 18 vjeçar, më fal. 16 e 3. Unë e kam jetuar atë situatë, aty Gjemal Elbali, Ridvan Herbaj, në të kohën tonë. Unë jam të puna e pyete për 17 vjeçarët e 19 vjeçarë. Oh, e di pa të lujtë. Është e vërtetë si thot profesor Selamia, primare duhet me kenë se puna vlerësohet, se sa sportista qove të ekipi parë, sa të përgatitur, si vazhdan vashtë, që është të moshat e vogla deri të ekipi 18 vjeçarëve e i trive. Po, ka dalë lushja shumë vite para, ka dalë lushja, ka dalë firi, sepse ka kënë koha kur u falsifikoshin, nuk kanë kënë të regula, lushin ka 3-4 vjetë më të mlaj. Sënë e kam jetu këtë punë. Kurse sem dakord me atë, sepse kur futesh i garë, njëri hinë garë për me fitu. Dhe këta sportista duhet me hinë garë dhe me kryu mentalitetin, sepse nuk ka kënësi më të male kur dalin kampion. Sepse titulli kampion dhe t'jam si për tjerëve. Vlerësohet edhe sportisti, vlerësohet edhe klubi. Jo, i sekund, përgjigju pyetjes, kujtim. A pengoni juaj, a do të ketë rregullore, si tha, dakor, do lëm gjithë. Dela aty pra, Po. në koncepti mos. Po të lutem tani se minutazh është minutazh. Nuk pengon rregullore. Nuk e pengon rregullore. Nuk e pengon rregullore? Scusa? Unë e di se rregulloria nuk e pengon, po problemi është se çdo gjë bëhet për një trofe. Nuk jam për kampionatin. Po ka dhënë financiare më të titulli kampion, 3 milion ose 4 milion klubi, o u 17 o u 19. Në gjë, Piro, unë sonte jam shumë i emocionuar, ta them sinqerisht se unë nuk jam tepsi emocionuar. Unë e kam përmendur disa herë, na kena këtu personin më profesionist të moshave në Shkodër, në Shqipëni, profesorin e nderuar Selamidani. Pavarësisht sa ai ka ardhur sot, s'ka ardhur për shokun e ngushtë, për vllajën e vet, për mikun ton. Kena dhe kujtim profesor kujtimin si është kampion Shqipënijet me U17-19. Profesor Altini si e njohin mirë mosha si punon tash 15 vjet. Unë jam shumë sante, jam shumë amator para këtyre figurë, Selamidanit, edhe këtyre njerëzve të nderuar si janë shumë profesionista. Sa i përket kampionatizmi, deshta me dalë to. Kampionatizmi vehet gjithmonë. Ligën amatore e bën çike çefti. Në gjithë jena, unë kam dalë vetë vjetë kampion. Kam rrallë vllaznin me ekipin Akademinë Shpuzët Tamen. Pra, kampionatizmi është gjë, fëmijë është gjë, kurse të simuli financiar është aja vërtet si personat. Po desh, nëse më lejon 2 fjalë mi folë edhe për këta akademinë, nëse mundem, kam kohë. Këta janë në rrugë, po shifet se po fillon, po bëhet diçka, ta akademia. Kanë marrë, kanë vurë me Altinin si ka stërvite vjetë kja U17 ka shumë prioritet, ka shumë përmisa, ka shumë unë shkej njegu, ka shumë element të mirë.
po akademin, me po akademin, unë nuk du heq konflikt me kërkën. Ta thamë se për mu thojnë është person konfliktual, tip Spartak Ngjelit, po unë s'du ashtu njerës. Je pak, E po akademin vllaznia më vllajem stërvitje në zemje, unë mendova se është Kandahari. Turpi boc me po, njani me bluz, tjeshile, nuk e di. Vjetë janë drejtuesat e akademisë, administratori, se është një djalë seriost, për momentin, kjo administratori, do t'i krijojnë kushte drejtorit akademisë, drejtorit teknik. Hajde një mos etni këtu. Këtë drejtori vllaznisë i ka ardhur për Itali se është djalë shumë i diplomum, është shumë djalë i mirë, duhet me i kërku këtyne njerëzve si vllaznia kur shkojnë te internacionali i Elvis Florit, më tha mu djali, a kena kënë thënë Tiranë, tha bab, a kena kënë Itali. Në ta kushte si ka kënë internacionali një klub privat. Pra, deshta me dalë këtu. Deshta me dalë të akademia. Deshta me dalë të akademia, aty dhe një nërhymje urgentisht të akademia. Okej. Kujtim, dikur ke qënë, po. Deshta me uru trajnerin e ri si Lika. Lika, më falë profesor, për thënjet e më falë për moshën. Deshta me uru trajnerin e ri Lika, një djallë shumë pasionant, një djallë shumë familje sportistash, që ishma agronin me teatrin Tullin, i kanë lujtani vlaj Gelmi Lika, i uroj suksese, sa shumë djallë pasionant, ka gjithë edhe mështetin e Altinit, e mështetin e drejtuesave. Jam në kalume ka qenë të karike, që është fat njëllëse. Po, e kam njek, se unë vetëm të Star Plus e shaf, se atje qaj vetëm e pa ku shka dek, stacione tjera. Se unë kam një likëm bisedën tuj, një lutem. Kena dëgju para pak rënditin e ekipeve tonë të akademisë, të moshave, dhe kena rezultatën. Duke sa është kontradiktore, pa kja stanje ju që thoni, që të gjohë? Jo, ishte fjalla nuk... Du me dalë pak më tej, pyetja është e tillë. Ne kena rezultate, pa marrim djelë për ditë aty. Pse nuk ecim në kur kalojnë nga ekipet e moshave, në ekipet e rritën. Pa ta diftajoni. Rritën e kam edhe për ju. Për ju. Nëse ke qef me ta këthyjon përgjigje, nëse me lejon pirroja se... Pa tjetër, me ju kishe. Ata rezultatet, si shifti aty, në vjetë për vjetë tash 4 vjetë, aty ka kenë, e kam thënë edhe herë tjera, po bëna shumë kështu. Ata janë skandal. Rezultate ka pas, kur ka kenë Kyzetnia aty, kur ka pas Valter Fusha Akademin vllaznia, ka pas rezultate, kampion U17, U19. Aty s'keja si titull, tash 4 vjetë. Aty është punu shumë keq. Pa marësi se ka hi, dorë, më falë. Sot janë vend parë, unë i urej suksese se s'du me futa siklet profesorin as kërgja. Ata nuk janë kërkun me kam tokë nga ana e asoj e renditjes. Nuk kanë lujt mirë me internacionalin, se më thanin shokët e mi. Unë s'kam kenë aty. Nuk kanë lujt mirë, na kërkojmë ma shumë loj, se jena Shkodran. Kjo Zotnia se ja këto, Bekim Bala është lojtari këti Zotnis. Ka shku ka lujt ta në Europën. Vlajem pas Tramet Zamir Shfuza është lojtari këti Zotnis. Ka shku ka lujt ta në Europën. Edhe, po të përmeni me qina lojtarë, këta i din ma mirë se është si funksionon problemi brezave edhe i moshave. Te vllaznia deshta me ta kthy edhe përgjigjen, miku jem, deshta me ta kthy përgjigjen këtë që ka nëllë. Si ka me shku ai Zotnia kur ka kënë drejtor i administratori i klubit, a drejtor? Po, një kam punu edhe. Ka qu 8 vetë të vllaznia, se se kalon trajneri nërhat. Par vjetë, 3 vjetë, ka nërë ka 14 vetë. 14 vetë, miku jem, kanë pagu shpia, me hangër, me pi, malazes, japones, gjithfarit. E Shkodran, sa Shkodran të kena në kategoritë parë? Kush e manë këtë përgjësi? Mu më shqetëson kjo situatë. Profesor, ta i të kalemi qikë... Jesë si qytetar, po. Kujtim. Por në pretendojmë se kena akademin, e kena djelë mo qatë mirë, po pregaditre për të ardhme një vllaznis. Ne në rezultat në shkëto. Si duhet shkëtu. Kujtim. Mase kujtimi dhe Zotniusa. Okej. E përmëndi pak Altiniusa, e përmëndi pak profesor Selamiu, më trego pak përvojën, kur ishte një privat,
Ti ke punuar me të dhe akademia ishte model. Sot më duket ka ca problemet vogla, por ngushëllomi me atë vendin e parë. Je i mendimit që akademia do të jetë komplet private dhe kjo bëhet kur dhe presidenti i vllaznisë së madhe tjetë privat. Se dhe tani ne kemi shtetin, kemi bashkinë, taksa pagusit. Më trego pak përvojën tënde të vyer te akademia. Është pyetje ishte pak e gjatë, përgjigjen a dën. Si të dushtin ma e shkurtër, të Përgjigjen e dën pa vëzdrau. kilometrike, futju këtu tani dhe dil në Lezhë, ktheu prap. Kaloj kujti. Ja, të lutem ta jërë, ta dëgjojmë tani. Vetëm koncis. Koncis, pra. Unë jam një nërë themelusit, si kanë kena në atë kohë, një nërë ta Jamalone, si këndë i butit parë që afërmu akademia. Në kohën e privatit me bashkin, me shtetin, si mund të ush, ka kene ndryshim, sepse në atë kohë presidenti date detyrat e gjithë se cilit dhe çdo person në përgjishte për kapelën si avun kry për punën si banë. Në qoftë se marrëm, sot unë sem dakord, edhe paneli mund të logjikojnë, shohim ekipet si marrin pjesëmarrje sot, kushtat më unë më quhet ligë profesioniste. Dhe një ligë profesioniste nuk mund marrin pjesë Brians, Internacional, Akademia, dhe ekipet që janë tanë privat, dhe kjo është dënë e Federacionit Shqiptare të Futbollit, të cilët do të me pas ekipet që janë superiore, duke fillu Tirana, Partizani, Flamurtari, Elbasani, si kanë kënë shumë vjetë. Janë edhe këto. Janë grup tjetër. Mi janë. Në shënë të shti nivelli i kampionatizmit në shënë. Sepse tash edhe janë ekipet formume, si janë me ekip Bresëngjis dhe përfaqësojnë një klub. Kurse këtu përfaqësojnë një privat. E dyta, e kam diskutua dhe jere kam ba ashep, mu më atojnë Altini, në shtajnë i gabum, nuk e di se si mund të ecin në ana profesionale, ose një të njërës di si mund të punojnë në ana profesionale, kur me një ekip punën, pa thëmë, me 800 metra katërorë. Sepse, bëjmë t'i hi listë ekipeve si bëjnë stërvitit e afush, unë pa t'i rështaj një 12. A jam gabi ume? 800 metra katërorë, 20 me 14, një fush, 20 me 14. Jo, po punoj me turne. Punoj me turne. 20 me është i bërë 14. turnet, sepse periudën e dimit, ashtu dhe ekipi parë si bën stërvitje. Periudën e dimit, 2 fillën stërvitja, 4 më nërsohet. Dekon? Unë kam shku e kam pa dhe kam pa 8 ekipe të u pa, 8 ekipe, janë kushtet e tjilës, s'pa thëmë se kanë bëj, 8 ekipe të u ba një fush stërvitje, do me fushen, pjesë. Dhe si ka me kënë progresi, ose i këtyne futbolistave, ose të të njërat në shtakon plan tjetër me bas të vitit, program tjetër me bas të vitit, dhe aktualisht duke pas të rëthana në shota e programi. E dyta, s'po më pëlqen hiq, unë nuk e di për hyrë të vërtetës, në shta pa e gabim e flasë, po e besaj tyne, sepse mas me pas bazë materiale, sepse kur fillan ekipi duhet me kënë kompletum, sidomos ekipit e moshave se është baza topi, sepse të fillu që është moshat 10 vjeqe dhe aty, është baza elementare për marrjen e teknikës, futbol, dhe dyta, kur fillan mosha 17-19, është taktike teknike dhe përgatitje fizike. Duke pas këta kushte si mund të rritë, mund të ketë progresi futbolist. Unë e di se si gohen e privatit dhe si gohen kur kam genën i vjetë ashep, kam barë kontratën me 11 dhe ekipit. Në një kohë, kur na kena marë 30, si me privatin, si me atë, ekipit 30, para 30, ka 35.000 lek muj, sot kosa ka shku 55.000 lek muj. Dhe shpenzimet kanë kënë më të për ta, sepse ata është me shku në Korç, ata është me shku në Basen, i natë para, me fjetë, dhe me thonë Blon, me shku i natë para, akademia, kurse këtu, ekipi ma i lartë është me shku në Tiranë. Okej, je i mendime për privatizimin total edhe të kësaj grup moshe? Jo total. Unë jemi privatizimit në gjitha fushat e sportit me kënë Shqipni. Problemi shtrojt kush e privatizën më në pirë. është problem tjetër, faleminderit për përgjigje. Ndërkohë kalojmë tani te kategoria e parë
megjithëse te ne skuadra si Ada, Veleqiku janë poshtë kësaj kategorie. Shikojmë rezultatet e javës së 4, se për shkak se rubrika jonë ndiqet edhe në Lezhë, ndiqet edhe në Krujë, ndiqet edhe tjerë. Bendis më ndihmo, rezultatet kanë qenë. Iliria dhe Kastrioti 1-1, Beslidhja dhe Mamurasi 2-0 në favor të Beslidhja, Kamza dhe Erzeni 2-1 në favor të Kamzës, Burreli dhe Tërbuni 1-0 në favor të Burrelit, Shënkolli dhe Besa 2-0 në favor të Shënkollit. Renditja, mbas këtyre rezultateve, ku ti ndiqi pak renditjen? Kemi Kamzën në vendin e parë me 12 pikë, duke vijuar me Beslidhjen në vendin e dytë me 10 pikë, në të tretin është Burreli po me 10 pikë, në të katërtin Shënkolli me 6 pikë, në të pestin Erzeni me 4 pikë, duke vijuar me Kastriotin në vendin e 6 me 4 pikë, në të shtatin është Tërbuni me 2 pikë, duke vijuar me Iliria po me 2 pikë në vendin e 8, në të nëntin është Mamurasi po sërish me 2 pikë dhe në fund në vendin e 10 Besa me 1 pikë. Pritshmëria e javës së 5 të kësaj kategorie është Besa Iliria, Tërbuni Shënkolli, Erzeni Burreli, Mamurasi Kamza, Kastrioti dhe Beslidhja. Kjo ishte java poshtë superiores, ndërkohë kategorie 2, Veleqiku është mundur nga Gramshi, Ada kishte pushim, por është mundur në javën e parë 5-0. Kalojmë tani tek vllaznia jon. Vllaznia jon, po? Jo. Lutem. Mima po prit tani, qytetarisht e vllaznia, kur bëhet një dasëm, dihet e para, e dyta, e treta. Lutem. Bendisi harroi të nënvizote në Burreli Tërbuni, kryendeshja e kategorisë parë, Shkodrani shënon golin. Okej. Nikšići, një lojtar shumë i mrekullueshëm. Falenderoj. Tani kalojmë te vllaznia. Shikojmë yrjen, vllaznia tani, kujtim, si të duk që përsëri vllaznia nuk luan në stadium, për arsye se ruhet për 12 nëntor. Ky stadium i vllaznis, apo stadium vetëm për kombëtare, kur sot mësuam lajmin që edhe kombëtarja mund të luajë pas spektator për shkak të fishek zjarreve, të gjobave. Se nuk u luajt të Reshit Rusi dhe ndeshja me Korçën? Ata është e njëjtë pra, më bën një pyetje. Mos u vono kujtim, se ikën koha kujtim, të lutem. Pra, vazhdo. Përgjigju më kujtim, kjo është e çuditshme. Vazhdo. Ne jetojmë qytetin e Shkodrës. Po. Nuk është edhe kjo, ju si moderator ose gazetar sportiv që në Shkodër, për mu ka filloj qysh me problemin kur ka lujt kombëtarja, lujti me Marokun shku në Shkodran, lujti me Maqedinin prap shku në Shkodran, dhe kur ardhi neshja me Spanjën, nuk u shit as i minutë. Kujtim, e kemi zauruar emisionin e kaluar që nuk u ndi ti është jo. Të lutem tani vazhdojmë te tema e sotme. Te tema vllaznia nuk po luan në stadium. Tahir, të lutem. Po e kemi thënë mor ti ndiqeni javë për javë, nuk do themi tani, erdhi kujtimi fillojmë dhe e para. Të lutem. E kemi thënë këtu borbornisht për biletat për tjera. Tani vllaznia luan te Reshit Rusi. Shumë mirë. I ta drejtuesa, ju moderatora, i ta gazetar, lutem shumë anë sërpre, kur u bëhen neshja, si o anullu neshja me Skënderbeu, se shka i vllaznia në Korçë. Ku bëhen tu, pa losim këtë javë tu, se se ardhi Skënderbeu me lujt, këtë push. Se se ardhi me lujt. Po mi më kujta drejton. Nuk kena nevojë pse i drejtohesh ti. Jam dakord për avokatin si bën për biletat. Ti edhe profesor Tahir. E kemi zarru më luan. E kena thonë, e kam thonë unë. Këtë pyetje bani Armando Du. Jo, pa kemi bërë publike ne, të lutem, Tahir, të lutem. Të lutem. E di më profesor Tahir, po se e zarru kjo temë. Një njerëz. Në qovë se vllaznia do shme lujt, edhe me Skënderbeu do shme lujt të fusha lëkurave. Kush do ta bënte këtë? Drejtuesa. Pse se bën? Ati dëgjo, pra kjo tash. Atëherë në rregull. Kalojmë tani te yrja, me sa interesim pritesh ky takim. Regjia, ky është momenti kur në Reshit Rusi shkodranët pristin meni. Arbitri i tensionuar, shikoni, kalojnë sekonda dhe fillon takimi. Si e priste këtë takim Kujtim Shaba? Unë edhe e kam shpreh, para 2 ditë në media, dhe intervisti more sa marrë pjesa parë stadium, ishe shumë optimist për vllaznin. Dhe duke pa kualitetin si kanë dy ekipet, dhe duke pa curin në vazhdimsi të tyne neshjeve, vllaznia po dominonte në gjitha drejtimet. Dhe
për çudi, nuk e imagjinoj, gabimi fatale ati për tjetë. Jo, më falë, kaq, si e prisi me interesim. Altin, në 3 ndeshje... Jo me interesim, thoshe, do të fitote Vllaznia. Oke, Altin, në 3 takimet e fundit, Vllaznia nga 9 pikë... Vllaznia mirë si mos të jetë? Jo. është Po, regjia më bën me shenjë, po, ture kuptova, kam në linjë telefonike, pikërisht atë që është bërë pjesë e familjes tonë këtu në Star Sport, Ganiko Sumin. Ganiko Sumi, mi mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Të lutem, kujtim, Ganiko Sumi, mi mbrëma. Mirë mbrëma, ju përshëndetje. Alo. Pra, unë po ju dëgjoj. Jemi lidhur drejt për drejt me Ganiko Sumin për të njohur me informacionet javore që ndodhin në Kosovë, se ndiqet me shumë interesim dhe Star Sporti, për të mësuar të dy anshme, siç ndjekin ata tonët dhe ne do ndjekim Ganiko Sumin. Gani, më dëgjon? Nuk e di, këtu nuk kam zënë regjia. Do të kem një lidhje sepse dialog quhet kur tjetri flet dhe ti e dëgjon dhe unë flas dhe ai më dëgjon, ky quhet dialog. Kurse ka raste për shembull, kujtimi nga njëherë bër monolog. Nuk jam lënë të diskutojmë këtu tani. Ose po. Po, që dëmtu dhe tjerë. Edhe po jepet ndihma parë. Fiqin ato transmetuesit e nesh. Por Pirro jemi këtu. Dakor, kujtim të lutem. Kujtim, mirë, kujtim. Do të propozoj. Se kam me ty e kam me këtë. Do të propozoj që ti të jesh ditë menaxher dhe të shohësh se si menaxhohet një emision me qetësi, pa dashuri, me qetësi, po pa dashuri e tjera. Përfundimisht edhe një herë me regjin, në qoftë se ka. Ndërkohë, tema është si u paraqit Vllaznia në ndeshjet e radhës, kur në 3 takime nga 9 pikë Altin 1 pikë. Pikërit në mesjavë me luftëtarin, kur arriti në Peqin të merrte vetëm një barazim. Tham drejten, përsa i përket kësaj ndeshjes fundit, du më ka pak të e titullet e si u paraqit Vllaznia ndeshjen e radhës. Në fakt janë 3 ndeshje të radhës. Ndeshjen e radhës po marrin ndeshjen e sotshme. Me Laçin. Për paktën për këtë si kena Diego më tepër. Tham drejten, sinqerisht na Diego. Kam frikë se do të ketë pasojë mbrapa kjo ndeshje. Ishim me një rival si u do të letë mbrapa, dhe ai rival ardhi me pikë barabarta me ne. E kam një ndeshjen 6 minutë parë dhe deri në fund, dhe prandaj thash do më ka prapë te titulli, veç ndeshje nuk po është. Okej. Vim Bendis te goli i parë që ishte atë që tha dhe kujtimi shumë spresdhënës për një rezultat tepër pozitiv. Bendis ma komentoj pikërisht golin e Shtupinës. Ky është momenti i golit. Shiko, Shtupina nuk është hera e parë që bën golat bukur. Në fakt, unë madje mund ta përkufizoj edhe si një person që shquhet për këtë pjesë. Në fakt, siç e theksova edhe më përpara, ndeshja ishte shumë shpresdhënëse për gjithë tifozët e Vllaznisë, por unë duhet të theksoj këtë se sa herë që Vllaznia të paktën këto vitet e fundit luan kundër Laçit, unë kam atë bindjen që nuk do fitoj kundër tyre. Nuk e di pse nga më vjen kjo, por që gjithsesi paktën edhe kësaj radhe u vërtetua ajo, le themi, mendimi im që kisha kundrejt kësaj ndeshjeje. Sa i përket punës ndeshjes me Laçin, për sot paktën ishte Laçi më me dëshirë për me fitu se sa Vllaznia. Mirë, zoti Shabaj paksa më përpara tha që Vllaznia luajti mirë etj. Sipas jush, ku ishte problemi i Vllaznisë që nuk fituan ose të paktën të barazonin? Luajtën patën ishin optimistë përket ndeshjes. 10 minuta dalë një pjesë, sot bënë një analizë. Kur bënë një analizë dohet, bëhet me sistemet, profesorit din mirë, njërat ku qelej dhe ku pati prioritet. Do të bëjë një, deri 30 minutë që parë Vllaznia për të vënë karshi Laçit. Sepse bëmë qyrë gjitha drejtimet, si me buxhet, si me kualitete, si me individ, pavarësisht se humbi Vllaznia më lehtë se Laçi. Unë thash, me pësimin e golit si ishte fatal, Vllaznia aty u fatalu. Patjetër, nuk është e parë që demoralizohen kur pësoj një gol. Por që gjithsesi, pra, ju, keni thënë që në 20 minutat e para kanë luajtur mirë. Dhe ajo tema, si u paraqit Vllaznia ndeshjet e rrosë përshikoj me... Ndeshjet e radhës ishte fjallë për 3 ndeshjet që ka luajtur. Bendis, ja drejtove pyetjen Altini dhe Altini ja dha të drejtën e fjalës kujtimi, atëherë Altin
Mbas Sa i këtij. përket non pyetje si bane, pse mund të thëmë ty vllaznia se u paraqit dopt, edhe si e thash, ishte sinqerisht dopt. Mund të marr në 100% pasimeve si bane lojtarët e vllaznisë, 90% ka nga gabim. Dhe si pretendon me fitu? Ku një ekip në 100% pasime bën 90% gabime. Pasime. Sipas jush, ju mungon ndoshta frima bashkëpunimit, ku është problemi i tyre që nuk fitojnë, duke marrë parasysh që lojtarët pathin që kanë aktualisht nuk mund t'i quajmë që janë jo të mirë. Normalisht as vetë nuk mundi që Kanë bërë edhe blerje, janë lojtarë si kanë disa vite që janë të luajtur në Super League, por them drejtën për sa poshtë neshën, non marr gjithmonë pjesën e neshës si luhet, si neshë me neshën ndryshon. Dhe për sa i përket neshës sotshme, do të thonë isha bashkë me kolegë tamë me pranë që të po neshën dhe një sekond nuk kena kanë ngrohën me na dhënë një emocion neshja. Pse? Lush 45 minuta të pjesë dytë dhe të goditesh vetëm një herë portën me anë krymit. Si pretendon me fitu? Të bëjmë një rezonancë komplet të vllaznisë në ta 5-6 neshe ka marrë i pikë, 3-4 neshe ka marrë i pikë. E në 3 i ta kanë një pikë. 9 neshe. Ka i pikë, pra vetëm një neshe këna. Pra deshta me të dalë to. Loja sotme ishte e thame i qërëkohet. I qërëkohet let çdo ekip, edhe ekip inferior let përballë një ekipi të madh. Sa i përket vllaznisë të madhe, si e prit me tanë, pa bëhet nami, erdhi një trajner i komposum, një trajner si me ardhë në Shkodër Mourinho, si ka shumë konflikte, me shumë specialista shkodran, si unë kam respekt, e kam livdu këtu, kam thonë në mënyrën e profesionist, e mos t'i duket në kuj se kena lujt të Veleqiku, edhe e trajneri ka lujt me mu të Veleqiku bashkë me mu, si jena lujtar të nëj, si jena Zan Ragami, si jena Selamidani. A i trajneri a besu vllaznia. Kryetarja jeme, edhe kryetarja këtij qytetit. Më falë, për saksi dhe për pa kulturë, jo ai trajneri, por Armando Cungu. Armando Cungu, pra trajneri jo ai trajneri, se duket sigurisht. Do të dalin, do të sqarojnë një masneshjes, një konferencë shtypit urgjente me situatën e vllaznisë. Administratori i vllaznisë Gjyresi, si mon buxhetin, i ka besu komplet Armando Cungut. Armando Cungu e ka mundu këtë. Armando Cungu ka pru Kroatin. E fut Kroatin sot, e nërën Kroatin. Po është blemi ati, është përgjësia ti, pra. Këtu a mendimi jem, si teknik. Nështë i ka rëshit i fije, i ka rëshit ekipi, harmonia në ekip, ka si është i fije individual, kuptimin nuk ka, aja është profesionist, po nuk po ecin punë, ashtu si e me nënë, edhe dhe lëthet vllaznia për mjetes, kur një kosisht, trajnerët marrën gati 7 milion lek, bashki Shkodës Roga marrë zëtni. Kush je ti? 7 milion lek e di unë, më fali minut marrë piro se shumë të dhe. Pse bëmi kaj gjelos në karko, se a thamë dhe krovit të pytjem, pse merë kaj shumë? Nuk jam. Vjen trajner, nuk kena... Dhe të varfër nuk e marim trajneri. Nuk kena mundësi na mi besu një djallit shkodran një trajner. Jam dakord te Leku. Po një njëm trajner, as kena mundësi na me mon Shkodra? Njëm trajnerin, me hargjuna 2-3 milion lek me fjete me hangër e pi një njëm trajner. Ashtë kompetencë e ti. Ashtë këtë kompetencë e ti. A i cili mund të majë. Po a i pra duhet me majtë përgjësin. Okej, a i nuk i bëjsh, do të dëgjojmë dhe në intervjist, kutim? Je për trajner të pasur, apo për trajner të varfër? Kja pasën e varfër s'për qenë heq herë, sepse më të folë për ngojnë a sportit, e se më të folë për të varfër e për të pasën. Je për mëndi lekët e i rogën e trajnerë. Mirë bëta kështi tësh, ngojnë e fje, pyjti si bënd me do një përgjigje, dhe me ma bëha profesionale pyjti, pa da e përgjigje profesionale. Ka luan shpuzat e një klube, mos bë pyjtje vete, përgjigjesh vete një. Pyjtja ishte, trajnerë të pasur të varfër. Trajnerë profesionist. Okej. I ka përgjigja. Ndërkohë, shikojmë tani... Të bëjë analizë për vllaznin. Okej. Shikojmë tani pikërisht atë momentin, minutës e 24, që gjithë i la shtang, jo vetëm këtu në Shkodër, por kudo kur e kanë ndjekur këtë teshje, kur gati afërsisht ky është momenti, profesor Tahiri, te 30 e sa metra, topi përfundon në rrjet. Goli i parë i aty. Po, goli i barazimit, goli i frenimit. Mund ta marrë fjalën. Profesor Bolgari, mas selës. Të kthehemi mbrapa në kohë,
kujton kampionatin botëror të 1962 në Kili, ku Lev Yashini, për të cilin edhe para 3-4 ditë njëna nga gazeta sportive thotë që ka qenë portieri më i miri të gjitha kohëve, pa të pësuj një 2-3 gola nga 40 metra, dhe kur e pyetin gazetarët që është e mujtër, porta për gol është ba. Ai ka dala, është rrështu keqe, shumë përpara. Pozicion. Topi ka kalu. Pastaj vetëm kjo më profesor, ka gol i parë, si u bë me në Korç, gabimi fataliti. Kujtim, të flasë profesor Kalaci? Po, citoj Lev Yashinin për humor. Okej. Ishte gol që s'duhet marrë. Kalas? Me ta marrë një fëmijë i vogël, një portier i moshave të vogla dhe edhe Në përqej këtë portier, edhe bjerë pritme. nëse kur ka lujt mirë, kur ka lujt mirë. Që si unë pritëshim për ti. Jo, kjo rasti. Unë e kam një gjatë tjetër, mu më duke se tërëjerëve tonë një pështër dhe qa. Ju lutem për në zhoni. Por kam këtë ide që ne edhe në ekipet për para që kanë lujt, unë kam shkuj fare rria, të jam mosh në stadium, tonë ekipe që vishin me lujt në Shkodër, ishte interesant të më ndërhynë zërdit Salamia, loshin me nesë me lujt kundra Brazilit. Tonë ekipe që vishin në Shkodër. Kjo punë për në lodhë prëpë. Na se kur i lojmë me lujt futbol. Për jena zotni, e që vetin zotni, për më duke se dona me tepë mu difnu ma shumë se zotni. Ne na hinë në rëqë, edhe në marrin neshin. Kënë i temperament t'il në ekipet tona, që mu më duke se në elshun, pa e kuptu se kënë elshun neshin. Kjo është një psekoze e me kështu, një huazimi e me si, unë mendoj se në kënë diçka që në më mërë. Si lashi që parë bisedohë me kujtimin, kur s'ka kënë ma këtë se vjetë. Dëshmet me cilësi, dëshme lojtar, dëshme mosh, nuk është kur ma kënë se vjetë. Edhe vjen lashi nga mund një fushë Shkodrës, në në të fushë këna gjurë në kampionatit lokale, me një nërmarje, një Shkodrë nërmarësh, në lashi në kishim ra. Ata quajnë vëllëzni se ka rënë në gjendje vegetative, pra nuk janë as në fund, as në maje, janë mes klasifikimit. Edhe kështu që e kanë fjetër pak trurin, hësen, as poshtë nuk kemi pas në këtim jo që. Këtë nuk du me ditë, sepse ka në tarjere e specialista, që nuk e lojnë në shpa deri tu. Por në kena i natyrë, kujtim, ta maraj, në kena i natyrë që ne natyrën njerëzit, edhe në sikur heshtin. Po pëse natyrën në njerëzit, se ne na ka humbë regoja. E vëllëznis ka humbë regoja. Po që dhe me thonë, morë me të mund të loqë sëtë, Zotnia thët me të drejt, të një nëshjet në pikë, ma dhe një pikë. Një konstatim shumë i rregull. Se në fundit, në që se barazojnë, momentalisht, lashi ne duhet gjenshin forca, ka tërgojnë si Shkodër ju nuk është marë, edhe nga ana moralo volitive gjendet vitë. Profesor, unë në një qajnë futbolën, dhe si kam drejtu 7 vjetë të Vllaznia, ta një ekip formohet, në radhë para është bugjeti, në radhë dytë objektivat e ekipit dhe më nëj bëhet pregaditja e futbolistës si të t'i mërsh për mjë përgjisht ty në objektivave. Dekord? Më nëj fillojnë me radhë faza vrejtore dhe e curia e kampionatit. Unë të Vllaznia, ose nuk ka përgjy e njëta gjë, sepse pas informacione si ka mund, kur e në banë ledhjet, bila dhe vetë të njëri ka thanë, si unë pos pata budget garantum, dhe me thonë, unë nuk rri këto iko. Ma vojnë ka thonë, kryetari e bashkisë, dhe në pas informacione si kanë mërmën, kryetari e bashkisë ka thonë, unë nuk jem specialist e futbolit, ju bini sportistat, unë paguj paret. Ishto? Dhe më, të është ti, këto ka Jo më falë, pse drejtohesh ashtu është, ti ke informacionin tënë konspirativ, që dike dhe kur kryetare e bashkisë i thotë dhe i drejtohesh ashtu. Jo kryetare e bashkisë. Asnjë nuk e di. Njerëzit që kanë qenë më. Po, në thojë mendimin tënë. Unë thëmë, sot karkua që se ka morë bashkia, sepse shumë janë balu dime, kam një Vllaznia të pështu, unë kam kënë një vjetë administratër të Vllaznia, kanë kënë 12 ekipe, Vllaznia ka zonë 95. Pavarësisht sepse janë shumë probleme si kanë kënë atë kohë, sepse problemet i kam pas qysh javën e parë, kam pas me 180 milion budget të në vjetin, dhe qysh javën e parë kam pas presion për me hek me Eliosen, si kam rezistu. Kurse sot, Vllaznia ka pas gjitha privilegjet, pa qysh se ka marru kampionati, se ka kene pështu me Vllaznia. Dhe si ka pështu vjetë Vllaznia, e dina tanë,
Par vjet. Por, Luan Shposa të bëri një pyetje, unë nuk doja ta bëja debat. Kur ke qenë ti, ke marrë 13-15 ke ndargju miliona lek nga bashkia. Cila, ku janë 13-15? Nuk e di, një shofer, dhe jo të kam informacionin jo konspirativ, kjo dihet. Një pra, unë, kur kam qenë administrator, ka ke një ekip shumë më mirë se kë, të e kompetenca, ka ke një ekip i trashëgum, i lanë, i kompletum, me fas prejtore, me tëna, dhe ka kenë mas neshjes me tunin, ka kenë i pregaditur nga Valter Fusha, dhe ka kenë ekipi me Gjevari Suken, me Vajushin, me tanë, ka kenë ekip gatshëm. Nodhen problemet, është problemi mas Valterit, kur ti ngelet e bashkia dhe more 13-14 uaj, pra pagon një shtëpit, rrogat, maksimale. Unë kam ik me një shtator, dhe kur kam ik me një shtator, si pe punët, pe të vllaznia, ka këtë një shpetim duro, unë ta kam thënë një herë, kam thënë gjitha të rubrikë. Një futbolist nuk ka pru këtim shaba, sa ka kënë drejtu si vllaznis. Një, po s'kam dhënë një mendim për Smajlin, si ka kënë shtu. E dyta, sot të sa vjetë të vllaznia, duhet me dalë. Dhe me thonë, unë hajla se di, dhe më ka ardhë zori, kur kam një, se objektivi është me nënë 2 ekipe mrapa. Dhe s'kam një alok, se kur fillan kampionati, jepet edhe objektivi. I vllaznis. Ishtu, mana profesionale. Altin, qikojmë golin e tretë, që ishte një gabim fatal i mbrojtjes, dhe më vonë do të kemi dhe intervistën e Cungut. A ishte mbrojtja atë? Falja, ky është goli i cili dominon panela e bardhë. Një sekund, kthehet lutem një sekund. Ja, po e kthem. Aty në loje. A kena si e në lojnë paka? Ja, e kthem. Vazhdo të komentoj. Ja, pra shikohet, vazhdo komentoj. Vetëm shif, 6 lojtarë të Laçit janë para portierit. Numëroj, vetëm një bec që ku e ke. 6 lojtarë të Laçit, goditje dënimit e tyne. A i ka zjerë për offside-in duke. Nuk ka, profesor, thamë këtë ma, 6 lojtarë të Laçit janë para portierit. Nuk e kam të, profesor, nuk e kam të offside-i, sa kam shive angazhimi i lojtarëve tonë. Shikoje angazhimi i lojtarëve tonë. Këtë thëmë veta, nuk kanë fe angazhimit. A shikan? Shive janë 6 lojtarë para portierit me 1 lojtar tonin. Pa tjerë pra, këtu du të mu kapna, pse dorëzohet leshja? Pse për me një gol pësum, fatal, gabim, trashanik, dhe nësë kjena të zëtë me që u koken. Me këta veprime amatoreske, Shikoje. Me këta veprime amatoreske si bën ekipi vllaznis, më të neshin, këtë neshin, sidomos atë në Korç. Lem shumë me kuptu. Dhe shta me marrë mendimin e profesor Selamis, që ato një kronikën. Ma është fatale kjo. Unë këta 2-3 neshet e fundit nuk i kam njek edhe nuk pretendoj, unë edhe në që se mora fjallin i herë, sa me uzjet kojlan unë citova atë Lev Yashinin portierin, nuk kam ken edhe në Shkodër, edhe nuk pretendoj me dhanë mendim pjekun për djeri sa nuk kam ken. Me gjithate një gjendje apatike e të gjithë mbrojtjes, pra vetëm nuk e di, nuk Profesor Dani, le të ndjekim së bashku, ne këtu në studio, drejt për drejt, dhe ata që në ndjekin tani ku do ku ndodhen, intervistën mbas takimit të trajnerit Armando Cungu. Le të ndjekim intervistën e Cungut mbas... Në fakt, asu nuk arrita e spjegoj. Po bojnë disa javë, pak të që neshin e Korçë, ekipi pësën po thuj se i dhurojmë golat kundërshtarëve. Inexistent në disa momente caktume. Çka do të thotë se nuk ka shumë e vështirë për të kuptuar që këtu ka i problem. Ta fillosh lojën 1-0 për ne, kontrolloshim çdo gjë dhe të pësosh një gol në atë mënyrë si e pësojmë na me distancë tepër e lartë që nuk mund të thush as goditje standarde absolutisht. Megjithatë janë pjesë që edhe mund të ndodhin. Këto nuk mund të fajsoj portieri, sepse normalisht është ky portier i cili ka bërë ndeshje shumë mira deri më sot. Natyrisht që edhe ka i ditë që mund gabojnë apo ai moment. Por që në ky moment ekipi u mundu të reagote, në përgjithësi kontrolloi lojën. Natyrisht goli i dytë pastaj është krejtësisht i pakuptueshëm. Në një standarde kur krejtësisht vija jo në mbrojtjes, nuk arrin as nuk merr mundimin më të vogël për të zbritur ashtu siç duhet të bëj.
po rrinë krejtësi statik, nësa kundërshtari përfiton dhe shënën golin. Pra u banin disa javë që pësojmë gola krejtësisht amatoreskë. Çka do të thotë që ka një diçka, ka një problem. Megjithatë, normalisht do të në ditë vijim do të kërkoj edhe vetë. Normalisht arsye të shkaqe sepse nuk mund të pësojmë të gola. Kjo vllazni e 4 javë të para që i po bëti detyrën shumë mirë. Dhe është kjo vllazni pothuajse 3 javëve tjera të cilët pothuajse po dhuron gola kundërshtare. Pra, jo për merit kundërshtarëve, por për dhuratat tona është kjo situatë. Jeni të bindur që garantoj që në përgatitet që kemi bërë gjatë gjithë periudhës, aq më tepër dhe në kampionat, jam mundu të imshoj kësaj situatet, kësaj ideje të tuaj, pasi besoj që nuk ka ekipet leta, kam theksuar dhe javë tjera përpara dhe ekipet forta apo të mëdha apo të vogla në letra. Por është një kampionat tepër i vështirë dhe nëse nuk je i përqendruar maksimalisht për të dhënë maksimumin fushën e lojës, do ke për ta psuar, ashtu që edhe na po e psojmë. Nuk e di se çfarë duhet bëj më tepër ose çfarë duhet bëjnë trajnerë më tepër, megjithatë kjo nuk është për të hequr përgjegjësinë, absolutisht për vetet. Unë marr atë përgjegjësi që kam katërkovin për të marrë përgjegjësi. Sikurse gjithkusht duhet marrë edhe përgjegjësitë e veta. Kushdo të qofshin ta pa përjashtues edhe një person. Është shumë e drejtë. Kontingjenti jon ky është, i momentit për mezin e fusë, ku kemi vetëm Krymin, Bardullën dhe Tafilin, ndërsa Vajza është një lojtar i cili luan mas sulmuesit, por që për momentin absolutisht nuk jam i kënaqur me rendimentin e tij. Tjetër gjë ka shfaq, tjetër gjë po shfaq në këto momente. Në këto kushte, me dëmtimin e Bardullës, natyrshëm që edhe Tafili edhe Krymi ishin 2 lojtarë të vetëm, por sikurse edhe Krymi për 2-3 ndeshjes nuk po gëzon në atë formën e zakonshme, të cilit na ka dhënë ekuilibra, ka thyer aksione, njëkohësisht na ka dhënë edhe garanci për ta mbajtë kundërshtarin në gjysmë fushën e tij. Pra nuk kishim asnjë alternativë, ju besoj e keni pa dhe ndeshje tjera ku kam përdorur edhe vrapin në këto thjesht për çështje alternative, pasi ekipi ose më saktë skuadra nuk ka lojtarë tjetër të cilët mund të zëvendësojnë Bardullën apo Krymin në kuptimin e ritmit lojës, presionit të ushtruar te kundërshtari, kështu që jam dakord me ty në një farë mënyrë edhe presioni jo në rast, sidomos pas golit dytë, në përgjithësi ekipi ishte kaotik, i paqartë, ndoshta me dëshirën për të barazuar lojën, por pa ide, thjesht vetëm dëshirë, por pa ide në lojë, kështu që është shumë e vështirë për Rikthehemi drejt për drejt në studio për ta mbyllur bisedën e sotme. Pyetja është kujtim, pika më e fortë dhe më e dobët është portieri. Megjithatë ne i besojmë të huajve, kështu i kemi besuar edhe parakohë dhe duke qenë se e njeh nga afër akademinë dhe pretendon dhe unë e di që e njeh mirë. Pse ne nuk vëmë edhe në këto momente kur ai gabon një herë, 2 herë, nuk kemi parë një shkodran në portë? Portieri javën e parë ishte një ndër pikat kryesore. Është e vërtetë ajo që tha. Pozitiv. Pozitiv. Po tani që gabon. 2 ndeshjet e fundit, edhe me Korçën, edhe sot ai ka gabuar shumë rënd. S'pa them një ndeshje me Komzën. Unë ke hu Belaçin, bile këtu deshte me bëhet, pse se erdhi Skënderbeu me lujto, sepse kjo fush favorizon ekipin e dopt. Vllaznia ka pas rezultat si brand, si jashtë, duke lujt mbrapa, duke mbyll hapësinat dhe ka rrezikuar shumë pak nëpërmjet në një kundërsulmit. Edhe pse kam thënë vllaznia duhet me pretendu për me marrë kupat e Europës, për me dhënë moral ty në njerëzve. Dhe e dyta, për me hi me besim fush. Sepse kur thënë vllaznia, është për mjetës, moralisht bin ata futbollista. E dyta, si është për mjetës, janë marrë futbollista shumë niveli cilësor dhe me paka shumë dalta. Sa buxheti? Domthon, tu dalim na. Vllaznia ka kriju, pse them unë? Sepse vllaznia ka kriju ndeshje shumë pozitive. Ka kriju me Kuksin, me Partizanin, ka i pjesë lohet me luftetarin e me Korabin. Kurse ndeshja me Korçën ishte ndeshja me Korçën për mua ishte domethënë Korça bën disnivelin, si në kualitet edhe në cilësi. Domethënë mos të moralizon na hub me Laçin. Laçi është për mua në ekipet më të dobta këtë kampionat. Nëse hub me Noll, duhet me gjithë forca sepse ke Durrësin këtu, shkon Tiranë, shkon Kuks, vjen Partizani. Duhet me dhanë moral. Dhe kam një edhe intervistën e Armandos. Për mua është
një intervistë emocionale, Armandoja duhet me vazhdu punën, ka dalë për zoti i ekip dhe besoj do t'jetë me sukses. Sepse duhet me pas besim edhe të sportistat, edhe të veta. Jo me thonë i ky kontingent është. Sepse kur thuj ky kontingent është, ajo shpreh emocionalisht ashtu. Ose e dyta, për tjerë, kush e mori Pepin, kush e mori Vrapin, kush e mori këtë Kroati si tu në stadiumi thash kë keka si me kenë veteran futbollit. Do të shave kërkon ndjes që ndërpres. Po. Nëse ajo shprehja, ky kontingjent është, mos ndoshta është një nën mesazh me një nën kuptim për lojtarët në fjalë, që të paktën t'i japin zemër, të thonë, nëse trajneri na thot na përkufizon të tillë, paktën t'i japin pak vetes. Se po e shigjetojnë si shumë më trajnerin, nuk mendoj se është këtë faj ti, është edhe i lojtarëve që kanë... Jam i vetmi si nuk shigjetoj trajnerin. Sepse unë e kam dhe me thonë, pozitive kur ka lujtë Vllaznia dhe negative. Që ose nisna, s'duhet sot për mu, për shembull, intervistës si dha Armandoja, për mu është intervistë emocionale. Sepse në karakterin e tij shpreh dhe me thonë se unë që se jam kështu, jam gati me hap rrugë e kështu. Armandoja është një trajner për mu si ka shumë më rëndësinë tonë, ase është i pastërt. Në drejtim. Punën si e bën, mira kesh e ka me paja. Po, te Vllaznia duhen mu da detyrat, përgjithësit, sepse nuk është e mujtë, për shembull mu ble 9 futbollista, 4 medalë bllaf. Bukur, më thuj emrat e disa sulmuesve që ti quan të mirë që kanë luajtur sot. Asnjë. Asnjë. Atëherë është mëse normale. Sot për mu lojtari më i mirë ishte i Gocaj, asnjë. Okej. Unë kam thënë Vllaznia ka problemin sot. Selamidani, sa do të presi një që në shikon tani? Se sporti është kënaqësi, sporti është kulturë, sporti është edukat. Një ndeshje nuk është gjithçka, por prek edhe pritja ka një kohë. Sa do të presi sportdashi shkodran për Vllaznin? Dalë të ajo që tha zoti Shapa që kjo lidhet me buxhetin, po edhe si përdoret buxheti, ka rëndësi që buxheti të përdoret në kohën e duhur, në vendin e duhur. Sepse ti mund të kesh buxhet, po futesh në merkato ta zënë në fillim ngushtit, në kohën kur lojtarët cilësor kanë ikë. Prandaj edhe i detyruar me marrë më lojtarë tjerë që duken si veteran në fushë. Altin, për shembull, Armando Cungo për i ka thënë hapur që e kërkonte James. Ai ka kontratën tani me ekipin e Skënderbeut kur e ka pasur lojtarët e Laçi. Vllaznia si mungon një lojtar sulmues goli. Normalisht, është e vërtet, kjo i mungon në qysh, jo se ka kënë Sinoni dhe Edim, por qysh me ikën e Sinonit, edhe me ardhen e këtyne tjetër. Në Shkodrat poktën nuk ka dosh me kënë problem të sulmi. Gjithmonë ka kënë pika ma fort, e Shkodrat ka kënë sulmi. Dhe sot është pika ma adop, është e vërtet kjo se dhe të pesër Selamia, s'kena pas portiera, ndoshta, po sulmin e kena pas për çdo vjet, për çdo. Normalisht se konat vinen e shojnë, por nuk është ma tepër të sulmi se sa është e mesfusha e në lidhën, se mesfusha si lidhë sulmusin për me bë golin. Por sot paktën neshe ishte, Vllaznia ishte pa sulmus komplet. Okej. I bëj thirrje kryetares së bashkisë presidentes së ekipit Vllaznisë, të mbledhin ekipin urgjentisht mëna 48 orëve, një mbledhje të jashtëzakonshme, ka nevojë të thirrën ta strategët e sportit e këta që i kanë dalë për zot. Edhe të zarë një konkluzion se çka kërkon ajo te ky ekip. Atëherë do ta bëj të sparova zëni. Po, se po bën ultimatum me shumë. Edhe çfarë pretendimesh ka ky ekip. Okej. Edhe sa buxhetin ja ka dhënë ti ekip, edhe kush është? A është trajneri fajtor si ka bler 6 vet, e 4 i ka rezervë me kompetencë të tija. Nuk ka kanë kompetencë. Edhe trajneri më na jep rozgjidhje. O del mik kësaj situatë. Kujtim të ndryj pak lutem, unë për një moment po të emëroj ty trajner. Me ndërheqjen se Shkodra ka trajner. Shkuza, e shkarkova unë. Sungur dhe të vura ty do shkuza. Çfarë do ndryshoje ti te Vllaznia? Ja, pe je specialist atje, se kollaj thush ultimatumi e tjetër. Çfarë do ndryshosh ti? Po lëvizja ka i risi 3. Çfarë do ndryshosh ti te Vllaznia? Çfarë do të ndryshoj? Do të falsifie ma shkodranizim. A ka Shkodran Vllaznia si vjet nuk ka pas kurrë ndonjëherë. Po çish fillim jo sot. Kena pas mundësi me pak negociat. Jo nuk e kisha kështu në gët. Po në merkato pak i kujdesshëm sa li kishte në shtëpi vet.
me ndërhyrje. Kjo nuk varet nga Cungu. Se ta merr mendja që Cungu nuk e ka me fije Darsalin. negociata, me fije sime. Po kena Don Hasanin. Kena Demen, fali minut. Kena lojtar tonë. Pse mos më ofruj me ush ata lojtarët e tonë? Atëherë le të pyetet Kena Niken. Është probleme të cilët nuk marrin kurrë. Po që është si shta. Kalaci, po. Se ti këtu ka dorë Gjimsi. Gjimsi, dhe më kur të flit një fije, një plenar profesionale. Gjimsi është një futbolist me kontrat, ka kontrat një ekip tjetër. Ti qa ke ba, 2 muaj para se me fillu kampionati, ta në ekipi gjithë ka sëlmus të gjithë me sëlmus. Këto është, sepse ekipi pa marru kampionati pregaditet ku kam problemit e ekipit. 1, 2, 3, 4 pika. Dhe i ta 4 pika duhet me rekuperu. Në nuk jena Barcelona, aja tjetër, i minut. Aja tjetër si me thonë, pa blej këtë e pa paguj kartonin. Shqipni nuk eksistet si me shku me e marrë një futbolist i se janë kontrata ati tjetër. Se më kujtojt një ekstranjer, i dhe një që pretendenti, kupat e ropë shumë, i bani i listë. Pa i te ki kontrat të laqë, të Korqa, të Tiranët, të Partizani, a pa i të du. Edhe këtu të bëndë ndur mu da. Kush e ka po Amerikatën? Për shamu, i ta lujtarë si ka nërë, sa janë bleshëm, sa të pa bleshëm. Unë dhami mendimit, po së të lujtarëve, pjesa tjetër e Amerikatës ka kenë. Profesor Kalaci, ne po diskutojmë si nata e fundit, kjo ishte ndeshja që mbyll kampionati, por preson që në të ardhme kjo, se zigzag e ka dhe Bayerni, zigzag e ka dhe Barcelona, e shikon me sy pozitiv që kjo vllazni do eci? Unë më të drejtën për këtë trajner më kam respekt. Është të punu, tjep disa mendime tilla që ka dhe emocione marrën, sa duket i fije kështu, por është që e një futbolin dhe Nuk falë, nuk po diskutojmë Armandon. Ti mendon për vllaznin do eci? Katër ndeshje ta intensifikoj punën i vetë në këta 4 ndeshje 5 që kanë vetë, edhe të shikojmë rezultatet. Pastaj të mendojmë për pak më tej. Kjo është teoria, praktika është direkte. Mendon që vllaznia do eci? Mendoj se po. Po. Falenderoj që ishte sot në Star Sport. Altin? Këtë pyetje, a do të ecin vllaznia pa në banja 5 vjetë si e në gjemë për dit. Dhe të njëjtët përgjigjen e të lonë gjdo herë. Ashtë bo si rutindesh, a do të ecin. Pra, kena rrit një pikë, si nuk thome një herë të shpakten 5 vjetë, si a do të dalim kampion, a do të dalim kupa. Por a do të ecin, a do të pështojmë. Kalac, po të fletë Altini. Këtë e kam, dhe më thonë, e kam problem në oshta se gjdo emision, gjdo gjo si bëhet, a do të ecin, a do të pështojmë. Pra, a shumë njerët me... Përgjitime se shërapar që po ta bëjtu. Dakord jem me ty. Shpresoj gjithmonë hecet. Piro hecet në vetë të mënyrën e bashkëpunimit. Në lojtar, trajner, lojtar. Pra në qohë se ekipi ka një bashkëpunim, ka një frymë të mirë, thamë se duhet hecin. Pra këtu do të shikohet më tepër të vllaznia sot. Të fryma. Okej, Gjajus falenderoj dhe të falenderoj që isha sot drejt për drejt në Star Sport. Kujtim? Unë e kam thonë, e kam shërë, unë kam besim të kjo vllaznia, po këto njës, si dajtojnë sot, duhet me menu qysht është, pra vllaznia, janë 2 oscilacione si bani, i vjen 4 ndeshje razi shumë forta, për mu, të cilët kanë me vu edhe objektivin si ka me pas vllaznia për sezonin, po qysht është duhet me menu për një sëlmus ose një më sëlmusit. Sepse edhe sot si tha Armando, se jam plëci hiq, absolutisht nuk jam dakord, kur tha, këtë kratin e ka marrë lojtar më sëlmusit. Shumë ka dhej mund të ndrote sistemi, jo me 4-3-3, sepse ishte me Bardullën, Tafilin edhe Krymin, ose si mund të losi vllaznia 4-1-4-1 si let. Ai shumë, dakord, banin rrimet, doli Bardullën se dëmtu, lute me Krymin e Tafilin qendër, atë kalote me qenë se a marrë më sëlmusit, këtë kroati, delte më sëlmusit, e am kapim brësë. Dakor, Bendis, kaq kollaj e sa e thot kujtimi, s'ke ima bama për Një pyetje për gjithë zotrin që janë këto sonte. Me që po gjejmë gabimet, se fundit atë unë më gjej gabimet të cumë, përsa i përket dhe më thënë atë mënyrë që si ka trajnuar. Se nuk e merrni ju për sipër, të paktën për një sezon ta ndryshoni vllaznin. Ti thoni Cungu të rri pushim, e marrim ne për sipër. Sa do bëni ndryshime? Po vllaznia nuk është eksperiment, Bendis. Duke Kjo vllaznia do ndryshoj kokën. Vllaznia, unë jam remendime që...
Merrni përsipër ju, merrni përsipër edhe bëni ndryshimin nëse mundeni. Pse? Se duke marrë parasysh si ishte Vllaznia para se ta merrte Cungu, ka pak diferencë. Nuk them se ka diferencë madhe, po ka diferencë. Bendis mos filloni e ka pak. Ju mu nuk pëlqen hiç herë edhe mënyra e diskutimit, sepse jeni të i vu domethënë se i tre kanë çto ekzekutu, sepse tonë fojën e 4 njeri. Dhe unë s'dal të kja, bile unë jam, për unë si drejtus, kam kërë drejnjerë, si jam marrë me profesion, jam marrë me profesionin e drejtusit, ose për shumë për bugjetin e për anën administrative, po unë, me paken, si drejtus, kishe ba mënyrën urgjente, sepse këta futbolista, si mirë paguhen, sepse janë shumë mirë paguhen në Shqipëni, dhe dyta duhet me pas masa sepse aty ku e dikte rrogat si marrin. Dhe po s'morren masa, ekipi s'ka, sepse futbollistët e dik vetëm te leku. Dhe po s'morren masa kanë me pas pasoja. Sepse mu sot, si s'kam dash me hap këtë tim, mu sot goli dytë ka lanë shumë e dyshu. I pari mu të quaj aksidental. Goli dytë mu, unë i vej pikë pyetje. Nëse mos jeti... Ja, Bendis të lutem tani, Bendis të lutem. Atëre dyshimet ti s'ke për të hequr kur gjithë jetën. Dhe gjithë shqiptarët nuk do të heqin kur dyshimet, kur goli shënohet edhe minutën e parë dhe minutën e 90. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Shpuz? Po dosh me repliku me kolegen tane, vllaznin se s'është kompetent me drejtuna ose Vllaznia drejtohet në këtë formë, sepse merren, ta tha që edhe herë tjetër, janë marrë 4 lojtarë, Hoxhaj, a marrë lojtar nga Kosova, ka marrë vetë trajneri e lënë stall. Merret Pepa e lënë stall. I ka marrë vetë, e fut këtë kroatin loj e në rënë më 10 minuta. Edhe i kaq. Sa për këta janë lojtarë mirë pagum. Këti nuk i ka fut kërkush hund aty. Ky vetë e ka gatu këtë çorp. Beson te Vllaznia? Unë i kam besim me Allahun mundsinë edhe herë, me u shtrëngu rrypat, mi shtërngu rrypat, presidenti e ekipit, me pasë qalan, me kanë gjohë sa shnami, nuk është nami edhe me i kërnjeri. Profesor Selamidani shikoni, dha ultimatumin, presidenti atë dojtë, tani u të rojë që të rojë dhe kjo është pozitive. Ajo pamërësisht është paritin në ultimative, a i ka shumë drejt. Duhet mbledh ekipi, presidentja, me disa specialista, edhe të shumë ku është. Se mund t'jene edhe, si thetë shabë, mund t'jene edhe munges harmoniet. Normal. A i për specialista trajneri nuk je fërkët, as administrator. Në stadion sot? Voltana Ademi ka shumë nërkes, zoja gazetare, zonjush, më falë, ka shumë nërkes, se s'mund vinë zoja kryetare tona. E ka kanë një mbledhje në kryeministri, ndoshta ta vjen në shef loq. Është fatësill se prandaj pyeta. Për fatësill. Atëre për ta mbyllur me profesor Selamidani pikërisht për Esat Rakiqin. Vdis pa të dua. Ka ardhur një moment, si që ishte rasti Bizit që t'jepe, rasti jotë, rasti tjetër, që njerëzit kanë kaq sedër, sa nuk kërkojnë dhe atë që u takon pensioni posaçëm e tjera, por ka ardhur ky moment që duhet vlerësuar sa është gjallë, që mos ta ngeli peng kur ikën. Të shtim ke dalë në shtek, se më desha me marrë fjallin, me dalë edhe jashtemet, po me si e futen tim, jam të i thonë edhe 2 fjallë për këtë punën e pensionit posaçëm. Ashtë turp për federatën shqiptare të futbolit, për qeverin shqiptare, qeveria shqiptare, që Sabah Bizit edhe Zan Ragamit mas me i dhonë pension special. Po t'i karasosh 90% atyne që i marrin këtë pension, me karasu me kontributin e Sabahit edhe të Zanit, asë që në kërkun. Unë s'fa du me dhonë emna, se janë njërës në rumë, janë njërës mirë që kanë kontribu, po kontributi i tynin, të i karasu me kontributin e Zanit edhe të Sabahit, asë ma te për Sabahin në gjendën që jashtë, nuk e di se si... Në mbyllje, minutën shtes, në pyetjet shtes, pikërisht je i mendimit Selamidani që totalisht 100% Vllaznia duhet shkëputet nga bashkia dhe tjetë klub privat me president privat, qoftë Valter Fusha, qoftë Agron Qela, qoftë dhe kujtimi, mund të abim president dhe kujtimi, po që privati mirë. Ta merë një president, po ja president për president, me keni president i fuqishëm. Unë nuk them me ken Abramovic, ose Tahir, por një president i fuqishëm. President për president, ma mirë letërin i shusi ashtë. Falenderoj... Dhe, më falë edhe i minutë. Deshet ju falenderoj
desha t'ju falenderoj ju, televizioni, të gjithë kolegët e mi, të cilit në këtë sallë kaq të bukur, na kriju mundësit që të kujtoj mikun tonë. Ju falenderoj edhe në emër të familjes tij për mesazhet e mira, e të bukura që për më falni edhe se pa merret edhe goja se jam shumë i emocionu. Si keni përcjell për mikun tonë e Satrakisi. Ne s'do ta harrojmë kurrë. Atëherë, shumë shpejt, këtu në Star Sport, ne do të kemi të rrëfimi një emision të posaçëm për Esat Rakiqin dhe për tjerë. Kemi ardhur në mbyllje, falenderoj të ftuarit tanë në studio, njëkohësisht fytyra jonë, fjala jonë nuk mund të transmetohet tek ju, pa Gjok Vecaj e Marvin Makën, Artun Draben, Roberto Gria, ju Lukan, Arlinde Repishtin, përgjegjës në studio Artur Pasko dhe dritorin Ergjys Kavaja. Kaq sot drejt për drejt, nesër ritransmetim në orën 13, ndërsa rrëfimi çdo të enjte. Kaq natën.